Dua të ndalem po ashtu tek tema më e nxehtë të javës fundit, që është përshkallëzimi i luftës i konfliktit midis Iranit dhe Izraelit, që këto dy shtete vijojnë të godasin njëra tjetrën me raketa dhe përfshirjen e SBA-f. Zoti Biladi, si mbërriti Izraeli dhe Irani deri në pikën e vëllimit, duke ndezur një konflikt që shumë zgjon atë idenë e një lufte të tretë botërore? Është një historik i, mund të thë, raporteve dhe marrëdhënieve ta quaj kështu persiano-hebreje. Me qenë se, mund të them drejtën, ky term që ja thash nuk përkon shumë, ka se 2000 vite Izraeli nuk ka pasur shtet. Kultura persiane i ka, më them, një kulturë jashtëzakonisht e lashtë, me një pasuri jashtëzakonisht të madhe, qoftë në fushën e mendimit filozofik, pastaj atë shkencor, por edhe religioz. Mendoj që para ardhjes së Ayatollah Khomeinit në vitin 1979, me Reza Pahlavi, shahin e Iranit, raportet kanë qenë, mund të them, korekte, nga se për Izraelin, bile ka njohur shtetin e Izraelit 48 në Irani. Do thotë, më duket mbas shteti i dytë musliman pas Turqisë, sepse Turqia është shteti i dytë pas 2 dite, pas 14 majit 1948 që ka njohur qeveria e atëhershme. Qeveria Menderesit ka qenë në Turqi. Por mendoj që raportet e tilla kanë filluar të zbresin dhe ta kenë, mund të them, një kontinuitet që ka lëvizur me, thënë drejtën kështu, marrëdhënie të ftohta, pastaj me gjuhë verbale, ku njëra dhe pala tjetër kanë akuzuar njëra tjetrën për infiltrim në proceset sidomos me çështjen palestineze, dhe gjithë kjo periudhë ka qenë periudha kur të dyjat janë përgatitur për këtë ditë. Por më aktive ka qenë nga viti 1990, do të thotë 35 vite, që Irani ka bërë përgatitjet të cilat sot mund të them po shkaktojnë të lashe kundërshtarit e tyre Izraelit. Irani në një farë mënyre, sepse kemi bëjmë një luftë që është e klasit të fortë, kemi luftë të bëjmë për shembull Izraeli me Libanin, apo me Hamasin, apo me edhe me Sirin, apo me Huthit në Yemen, por është një luftë që kundërshtarit është i fortë. Dhe në këtë drejtim mendoj që Izraeli me rregullat dhe normat ndërkombëtare është lidhur karta e KB-s me goditjet që ka bërë, nga se shumë njerëz të ne nuk i marrin parasysh këto gjëra, flasin gjëra që kanë qefi kështu me thonë të jenë anus, ose të jenë, mund të them, në analizën e tyre njerëz që shprehin qëndrime jo reale, jo korrekte, nga se mendoj që në këtë drejtim rregullat ndërkombëtare dhe normat ndërkombëtare janë të tilla, dhe sulmimi që i bën ndonjë vendi, atëherë kuptohet që konsekuencat i bën vendi që ka goditur ose vendi që ka filluar luftën. Por komplikimi i situatës në lindjet e mesme në përgjithësi në region, jo vetëm në lindjet e afër, ka ardhur si pasojë e çështjes palestineze. E tash këtu kemi atë që tham përdorimin për keqpërdorim. Dhe Irani ka arritur që, mund të them, proksin e tij në Liban, Siri, në kohën e Asadit, regjimit Asadit, pastaj milicin shiite në Irak dhe Huthit në Yemen, të krijoj, mund të them, të qelulat ose ato mini aleancat me këta krah të tij, që kauzën palestineze, si them, ta merr përsipër. Dhe kjo deri dikun, mund të them, që ka arritur të ketë efektin e vet nga ana e Iranit, të krijojë një popularitet në botën islame në përgjithësi, nga se vendet, sepse në kuptimin islam, bot kuptimin islam janë dy rryma të ndara që nga halifi 4 në islam,
të cilat kanë shkaktuar problematika të mëdha dhe sot ka një përçarje dhe mund të them herë e pakuptueshme. Dhe bota sunite, e cila në një farë mënyrë ka ato dilemat me shiat, dhe kemi një situatë të tillë kur çështja palestineze është marrë në dorë të përkujdesit të Iranit. Mirë po, unë mendoj që është e dhimbshme ajo çka po ndodh në Gaza. Dhe do është i trajtim, mund të them, jo vetëm i aspektit regional, por botror, me qenë se mund të them drejtën zëri i humanitetit dhe i moralit njerëzor ka qenë bukur shumë i shprehur edhe në për parlamentet, mund të them, të shteteve perëndimore, të elitave intelektuale, shoqërisë civile, dhe kjo, mund të them drejtën, ka bërë atë që në opinionin ndërkombëtar, sidomos perëndimor, të ketë efektin e vet, sepse ka pasur, mund të them, një përkrahje jashtëzakonisht e madhe. Fundi fundit, e nderuar, ne jemi njerëz gjithë, dhe mendoj që spaku në çështjen e Gazës është një pikë e përbashkët, sepse nuk ka rëndësi në cilin kontinent, në cilin grup etnie, në cilin religjion, njerëzit duhet ta ngrisin zërin e tyre. Dhe mendoj që në këtë drejtim, se lufta nuk paraqet, mund të them, ligjërat humane apo morale. Lufta fiton ai që ka më shumë hekur. Dhe në këtë drejtim kemi një situatë e cila ka qenë e papritur, mund të them, për Izraelin, nga se goditja e parë në ditët e para të 13 qershorit, në mëngjesin e hershëm, ka qenë jashtëzakonisht goditja dhëmshme për Iranin, dhe mendoj që në strategjinë dhe në studimet ushtarake është rasti i parë që goditet jashtëzakonisht tash për kundërshtari, mirë po arrit të rivitalizohet jashtëzakonisht shpejt. Do thotë struktura komanduese janë goditur, janë vrarë general të ushtrisë edhe të Gardës Republikane Islamike, pastaj shkencëtar, dhe të arrihet një rikuperim i tillë i forcave të kundërshtarit të Izraelit, dhe të arrihet të goditet Izraeli dhe Tel Avivi, Haifa, mund të them edhe shumë qytete tjera, Beersheba, për shkak sot tash duket paragjysore ke goditja që u bë ti distriktit jugor, kryeqyteti i distriktit jugor të Izraelit. Është jashtëzakonisht e dhimbshme për Izraelin, mirë po, tham drejtën, kjo situatë e tillë tregon që kemi një evolim për shkak të teknologjisë, tham drejtën, të zhvillimit teknologjik, që edhe shtetet të cilat është menduar që mund të goditen dhe të neutralizohen, kemi një situatë tjetër. Mendoni ju se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hyjnë në mënyrë direkte në këtë konflikt, dhe si shikoni stacionimin e 10 avionëve luftarak bombarduesve dhe 3 anijeve në Mesdhen dhe në Gjirin Persik nga ana e Trumpit? Po Trumpi ka pas një deklaratë, do thotë, përmbramshme, kur, më thot drejtën, Wall Street Journal dhe Bloomberg kanë paralajmëruar që goditja do të jetë atë natë, më njëhershme.